Përshëndetje nxënës të klasave të shtata, unë jam Kadria Arifi, mësimdhënëse në lëndën e matematikës në shkollën fillore 7 Marsi në fshatin Opaj. Njësia mësimore që do të zhvilloj sot është ndarja në përpjestim të dhënë. Do të shohim se si të ndajmë diçka në përpjestim të dhënë. Madhësit mund t'i ndajmë në mënyrë të tillë që të dy pjesët t'i ndajmë në raport të caktuar. Këtë do ta sqarojmë përmes këtij shembulli. Beni dhe Ana kanë 12 bombone dhe duan t'i ndajnë në përpjestim 3-1. Do të thotë Beni do të marrë 3 pjesë, kurse Ana vetëm 1 pjesë. Për çdo 3 bombone që do të merr Beni, Ana do të merr vetëm 1. Kemi raportin 3-1, atëherë mbledhim numrat në raport. 3 plus 1, 4. Kuptohet që 12 bombone duhet të ndahen në 4 pjesë. Dhe të caktojmë pjesën më të vogël. Pra, kur i ndajmë 12 bombone në 4 pjesë, ja ku i kemi ndarë në 4 pjesë, shohim që çdo pjesë paska nga 3 bombone. Atëherë, me që Beni do të marrë 3 pjesë, ai do të ketë gjithsej 9 bombone, kurse Ana do të merr vetëm 1 pjesë dhe ajo do të ketë 3 bombone. Pra, caktojmë madhësinë e çdo pjese nga përpjestimi. Për të ndarë një madhësi në përpjestim të dhënë, duhet të veprojmë në këtë mënyrë. I mbledhim numrat në raport për të përcaktuar numrin e përgjithshëm të pjesëve të vogla. Pastaj pjestojmë për të përcaktuar madhësinë e një pjese të vogël dhe në fund shumëzojmë për të përcaktuar madhësinë e çdo pjese nga përpjestimi. Marrim një shembull. Sara dhe Teuta duhet të ndajnë 1200 denar në përpjestim 1-3. Njëso sa të holla do të merr secila prej tyre. Atëherë, nga 1200 denar që ato kanë, Sara merr vetëm 1 pjesë, kurse Teuta merr 3 pjesë. Pra, 1200 denar duhet të ndahen në 4 pjesë. Do të thotë kemi raportin 1-3, atëherë mbledhim numrat në raport dhe caktojmë sa pjesë ka gjithsej. Pastaj ndajmë 1200 denar në 4 pjesë dhe kuptojmë se çdo pjesë paska nga 300 denar. Me që Sara do të merr vetëm 1 pjesë, ajo do të ketë vetëm 300 denar, kurse Teuta merr 3 pjesë dhe ajo do të ketë gjithsej 900 denar. Për të kontrolluar, ne mund t'i mbledhim këto shuma. Të shohim shembullin tjetër. Albani dhe Edoni duan të blejnë lojë kompjuterike që kushton 2400 denar. Ata janë pajtuar që çmimin ta ndajnë në përpjestim 3-2. Cakto sa duhet të paguajë çdo njëri prej tyre. Atëherë, me që kemi raportin 3-2, ne mbledhim numrat në raport dhe kuptojmë që 2400 denar duhet t'i ndajmë në 5 pjesë, ku çdo pjesë paska nga 480 denar. Me që përpjestimi pra është 3-2, atëherë Albani do të paguajë 1440 denar, kurse Edoni do të paguajë 960 denar. Shembulli tjetër. Thotë Joni dhe Iliri kanë ndarë një shumë të parave në përpjestim 5-2. Joni ka marrë 300 denar, kërkohet të gjejmë se sa para ka marrë Iliri dhe sa para ka pasur gjithsej. Atëherë, me që shumën e të hollave e kanë ndarë në përpjestim 5-2, do të thotë se Joni ka marrë 5 pjesë dhe ai ka 300 denar. Ne pjestojmë për të gjetur sa të holla ka në çdo pjesë, pra 300 pjestim për 5.
dhe kuptojmë se çdo pjesë paska nga 60 denar. Atëherë Iliri do të merr 2 pjesë dhe ai do të merr 120 denar. Tani shumë lehtë mund ta gjejmë se sa para ka pasur gjithsej. Pra 300 denar që ka marrë Joni plus 120 denar që ka marrë Iliri, gjithsej ata kanë pasur 420 denar. Të shohim disa detyra tjera nga libri faqe 149. Ana dhe Vjosa ndajnë Qiran për banesën e tyre në përpjestim 4-3. Qiraja mujore është 12.250 denar. Do të thotë se 12.250 denar duhet të ndahen në 7 pjesë. Dhe në çdo pjesë do të ketë nga 1.750 denar. Me që Ana paguan 4 pjesë, ajo do të paguaj 7.000 denar, kurse Vjosa do të paguaj 3 pjesë dhe ajo do të paguaj gjithsej 5.250 denar. Shembulli tjetër, thot Xhaxha Agroni ka 45 trëndafila në kopshtin e tij. Përpjestimi i trëndafilave të kuq dhe të bardhë është 4-1. Njëso sa trëndafila ka prej çdo ngjyre. Atëherë nga detyra ne kuptojmë që për çdo 4 trëndafila të kuq ka edhe një trëndafil të bardhë. Do të thotë se 45 trëndafila gjithsej prej tyre janë 36 të kuq dhe 9 trëndafila janë të bardhë. Detyra e 7 thot Emiri dhe Bjondi së bashku kanë blerë pajisje kompjuterike. Emiri ka paguar 1.200 denar, kurse Bjondi ka paguar 2.100 denar. Njëso, për pjestimin e çmimeve të tyre, zgjidhjen shkruaje në formën e patjetështuar. 5 vite më vonë kanë shitur pajisjen për 550 denar. Janë pajtuar që të hollat t'i ndajnë në përpjestim të njëjtë. Njëso sa të holla do të merr secili prej tyre pas shitjes së pajisjes. Me që Emiri ka paguar 1.200 denar, kurse Bjondi ka paguar 2.100 denar, do të shënojmë raportin 1.200 ndaj 2.100. Nëse e thjeshtojmë këtë raport, duke pjestuar të dy numrat me 300, do të fitohet raporti 4-7. Do me thënë se ato kanë paguar çmim në raport 4-7. 4 pjesë ka paguar Emiri dhe 7 pjesë ka paguar Bjondi. Pas 5 viteve ato kanë shitur pajisjen për 550 denar. Me që raporti është 4-7, atëherë duhet që 550 denar të ndahen në 11 pjesë, prej të cilëve 4 pjesë do të merr Emiri dhe 7 pjesë do të merr Bjondi. Pra, Emiri do të merr 200 denar, kurse Bjondi do të merr 350 denar. Detyra tjera për ushtrime mund të merrni nga libri faqe 149. Kjo ishte e tëra, shpresoj që të keni kuptuar, ju uroj suksese.